أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi I takon Allahut, atë falënderojmë dhe prej Tij ndihmë, falje dhe udhëzim kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave të vetvetes dhe veprave tona. Atë njeri të cilin e drejton Allahu, askush nuk mund ta humbas, ndërsa atë njeri që humb rrugën e vet, askush tjetër nuk mund përveç Allahut ta drejtoj. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut madhrishëm që është një dhe I pashoq, dhe dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi a.s. është rob dhe I dërguar I Tij, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi ta, mbi familjen, mbi shokët e Tij dhe mbi të gjithë agjëruesit. Të nderuar besimtar dhe besimtare, kam nderin dhe kënaqësinë që nga xhamia e fshatit Kapre t'ja urojmë muajin e bekuar të Ramazanit me lutje të Allahu Gjelle Gjelaluhu që të na pranoj agjërimin, të na I pranoj të gjitha ibadetet. Shfrytëzoj rastin dhe që të përgëzoj Këshillin e Bashkisë Islame në Dragash dhe të veopojen që nëpërmjet këtyre ligjëratave të jemi sa më afër xhamatlive tonë gjatë kësaj kohe të pandemisë e cila e pamundson që të jemi bashkë nëpër xhamia tona. Tema që dua ta shtjellojmë sot është disa nga cilësitë e besimtarëve me Kur'an. O ju njerëz, kini frikë Allahun dhe meditoni rreth asaj që përmendi Allahu nga cilësitë e besimtarëve në Kur'an me qëllim që të marrim mësim dhe shembuj nga to. Allahu në Kur'an cilësitë e besimtarëve I ka përmendur në shumë ajete, ndërto janë edhe ajetet e para të surës El Mu'minun, ku Allahu Gjelle Gjelaluhu thot nesta'idhu billah bismillah qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum li zakati fa'ilun ila akhiri aje. Është e sigurt se kanë shpëtuar besimtarët, ata të cilët janë të përulur dhe janë të kujdesshëm gjatë faljes namazit, dhe ata të cilët I shmangën të kotës, dhe ata të cilët rregullisht japin zeqatin, dhe ata të cilët e ruajnë nderin e vet sa I përket jetës intime, me përjashtim ndaj grave të veta me kuror dhe ndaj atyre robreshave që I kanë në pronësinë e vet për të cilat nuk janë të qortuara, e kush kërkon prej tyre, të tillët janë ata që kanë shkel normat e caktuara dhe ata të cilët me kujdes I ruajnë ato që u janë besuar, e ruajnë edhe premtimin e dhanë, dhe ata të cilët I kushtojnë kujdes kohës namazeve të tyre, të tillët janë muata trashëgimtar, të cilët e trashëgojnë firdesin, aty janë përgjithmonë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam rëndësinë e këtyre ajeteve e qartësoi edhe me hadithin ku përcillet në një hadith nga Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroft, I cili përcjell hadithin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë: mua më zbritën 10 ajete dhe kush punon me to hyn në xhenet. E pastaj lexoj 10 ajetet e para të surës El Mu'minun. Gjithashtu Imam Nesaiu përcjell një hadith nga Aisha, nëna e besimtarve, e cila kur u pyet për moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo është përgjigjur se morali I tij ishte Kur'ani dhe lexoi ajetin kuranor ku thot: qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Është e sigurt se kanë shpëtuar besimtarët, ata të cilët janë përulur dhe janë të kujdesshëm gjatë faljes namazit. Dhe tha kështu ka qenë morali I të dërguarit alayhi salatu wassalam. Aisha radiallahu anha dëshiron të na njoftoj se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vepronte me këto ajete dhe përshkruhet me këto cilësi të cilat I përmbajnë këto ajete dhe përshkruan me këto cilësi
të cilat i përmbajnë ajetet nga cilësitë e mira. Allahu i madhrishëm na bën me dije se besimtarët që pajisen me këto cilësi, ata janë fitimtarë, të lumturit dhe të shpëtuarit, kurse ata që nuk pajisen me këto cilësi janë të humburit, ashtu siç tha dhe vetë Muhamedi i madhrishmi, ku Allahu në Kur'anin famlar thotë: vërtet ne e krijuam njeriun në formën më të bukur, pastaj e zbritëm atë në më të ultin, përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot në ajetin tjetër: wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pasha kohën nuk ka dyshim njeriu është në humbje të sigurt, me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositen njeri tjetrin dhe këshilluan njeri tjetrin dhe të jenë të durueshëm. Allahu i madhrishëm në këto ajete na tregoi se çdo njeriu është në humbje përveç atij që përshkruhet me besim dhe me vepra të mira dhe thirr në të mirë dhe ndalon nga e keqja dhe bën durim në atë që sprovohet. Thënia Allahu Gjelle Gjelaluhu, të cilët janë për ulur në namazin e tyre, alladhina hum fi salatihim khashiun, na bën me dije se rëndësinë e faljes namazit dhe pozitën e tij në Islam, dhe se është një prej cilësive të besimtarëve, për arsye se namazi është shtyllë e fesë dhe shkak që mbron nga të shëmtuarat dhe të largon nga të ligat, ta lehtëson veprimin e punëve të mira, ashtu siç thot Allahu Gjelle Gjelaluhu: kërkoni ndihmë me durim dhe me namaz, vërtet ajo është më e madhe, por jo edhe për ata që kanë frikë Zotin Gjelle Gjelaluhu. Për kujdesia për namaz duhet të jetë primare për muslimanët, për arsye se gjëja e parë që do t'i jap llogari robin ditën e Kiametit do të jetë namazi i tij. Të për ullur në namaz do të thotë që zemra jote të jetë e pranishme dhe në nështruar para Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe gjymtyrët e tuat janë të qeta, pa lëvizje të panevojshme. Për ullja në namaz është shpirti i tij, dhe ajo që kërkohet në të dhe robi nuk merr nga namazi i tij, vetëm sa ka qenë prezent në namazin e tij. Preokupimi i zemrës në namaz me gjërat kota që nuk kanë lidhje me namazin dhe bërja e lëvizjeve të tepërta të panevojshme dhe sjellje me moral të keq me Allahun, kthimi i fytyrës në të djathtë apo në të majt, është largimi i fytyrës nga Allahu dhe mashtrimi i shejtanit, të cilin tenton që t'ja vjedh robit namazin e tij, dhe kjo është argumenti i shkujdesjes së zemrës së tij nga namazi. Fjala Allahut në ajetin e 3 të surës Al-Mu'minun: walladhina hum anil lagwi mu'ridun, dhe ata të cilët i shmangën të kotës. Ka për qëllim largimin nga çdo gjë që e kot, dhe këtu përfshihet edhe shirku dhe gjitha llojet e mëkateve, po ashtu përfshin atë që nuk ka dobi prej saj nga thënjet dhe veprat. Prej cilësive të besimtarve është se ata i shmangën të gjitha llojeve të së kotës dhe janë të preokupuar vetëm se me të vërtetën dhe me të dobishmen për ta. Ata nuk i dëgjojnë përgojimet, bartjen e fjalëve, muzikën dhe instrumentet muzikore. Nuk shijojnë në të kotën që u prezantohet në për filma dhe seriale që u ofrohen, nuk ulen në për mexhlise ku flitet dhe veprohet gjërat apo veprohen gjërat e kota. Fjala e Allahut në ajetin e 4 të surës Al-Mu'minun, ku Allahu Gjelle Gjelaluhu thot: walladhina hum lizakati fa'ilun, të cilët japin zekatin. E ka për qëllim ata që e pastron veten duke vepruar vepra të mira. Fjala zekat në aspektin gjuhësor do të thot pastrim apo shtim. Dhe duke ju larguar ndalesave dhe duke dhënë zekatin e pasurisë së tyre, ata nuk varfrohen por pastrohen. Vazhdon ajeti ku Allahu Gjelle Gjelaluhu thot: dhe ata të cilët e ruajnë nderin e vet
me përjashtim ndaj grave të veta dhe ndaj atyre që i kanë në pronësinë e vet, për të cilët nuk janë të çortuar, e kush kërkon prej tyre, të tillët janë ata që kanë shkel normat e caktuara. Në këtë ajet, Allahu Gjelle Gjelaluhu ka për qëllim ata që ruajnë nderin e tyre duke mos rënë në imoralitet dhe po ashtu ju larguan çdo mjeti që çon drejt imoralitetit apo shturjes së moralit e tij. Për këtë besimtarët e vërtet ju larguan shikimit në të ndaluarën, stolisën vetëm me petkun e devotshmërisë dhe u larguan gratë nga përzirja me burrat e huaj. Pastaj Allahu Gjelle Gjelaluhu e qartësoi se ati që nuk i mjafton ajo që ja lejoi Allahu nga kënaqësitë e kësaj bote dhe i kalon kufit e cilit i ka vendosur Allahu Gjelle Gjelaluhu, ai është person e meriton dënimin e Allahut. Kurse në vazhdim Allahu thotë të cilët u përmbahen emaneteve dhe detyrimeve të marra. Këtu Allahu ka për qëllim ata që marrin emanete duke filluar nga detyrimet fetare, të drejtat në pasuri, fshehtësive, pastaj mjetët dhe sendet të ndryshme janë të detyruar të përkujdesen ashtu siç meriton emaneti. Po ashtu punëtorët dhe udhëheqësit që kanë marrë emanet janë të detyruar të kujdesen mirë dhe të dërgojnë në vendin e vet ashtu siç e meriton. Sa u përket emaneteve, Allahu Gjelle Gjelaluhu thot në Kur'anin famlart, Allahu ju urdhnon që emanetet ju aktheni atyre që u përkasin. Dhe ajeti tjetër dhe të cilët kurse në ajetin 10 të surës El-Mu'minun, Allahu Gjelle Gjelaluhu thot dhe të cilët e kryen rregullisht faljen. Dhe na bën edhe më të qartë vlerën dhe rëndësinë e namazit për arsye se Allahu fillon me faljen e namazit dhe përfundon këto ajete me faljen e namazit. Dhe në nxit neve që të falemi rregullisht. Për kujdesia për namaz do të thotë marrja abdes me kujdes, falja në kohën e vet, për kujdesia për faljen në xhami me xhamat. Pra kush lën diçka nga dispozitat që i ka vendosur Allahu Gjelle Gjelaluhu pas një arsye, do të thotë se ai person nuk përkujdeset për namazin e vet dhe për këtë lloj njerëzish Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an ka thonë e pas atyre erdhen pasardhës të këqin që e lanë namazin e u dhanë pas kënaqësive trupore e me vonë do të hidhen në çdo gjë të keqe. Surja Al-Maryam ajeti 59. Po ashtu në surën Al-Maun Allahu Gjelle Gjelaluhu thot fëvejlun lil musallin alladhina hum, pra shkatrimi është për ata që falen, të cilët ndaj namazit e tyre janë të pakujdesshëm. Krejt në fund të këtyre ajeteve e përmendim shpërblimin e të gjithë atyre që pajisen me këto cilësi, ku Allahu Gjelle Gjelaluhu thot pikrisht ata do t'jenë trashëgimtar që do t'a trashëgojnë Firdausin apo xhenetin Firdaus kudo që qëndrojnë për gjithmonë. Pastaj Allahu Gjelle Gjelaluhu e mbaron ajetin duke na bërë me dije të ditur që kush shkon drejt këtyre këshillave kuranore, pa dyshim që do t'jetë në xhenetin Firdaus. I lutemi Allahu Gjelle Gjelaluhu që të na i fal gabimet dhe gjunahet tona dhe kërkojmë nga i madhi Zot Gjelle Gjelaluhu që të na bëj prej banorëve të xhenetil Firdausit. Në fund vëllezër besimtar, ju përshëndes me përshëndetjen islame, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh, ju lëm në mëshirën dhe mbrojtjen e Allahut fuqiplot.